Prej totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, ndërsa 21.14% e totalit të tyre lidhen me vepra penale të krimit organizuar. Në terma numerik, nga 434 persona në hetim në vitin 2025 janë hetuar me masën sigurimit arrest në Burg, gjithsej 110 persona të arrestuar dhe 65 persona të tjerë në mungesë. Për veprat penale të korrupsionit është zbatuar masa e sigurimit arrest në Burg vetëm për 15 persona të arrestuar dhe 5 të tjerë në mungesë. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPA ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPA ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen në nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale.